Viti 2014 ka qenë pak më ndryshëm prej viteve paraprake. Në aspektin ekonomik ka pas një vazhdimsi të stagnimit, pra të rritjeve simbolike ekonomike në rezionin 2.5%. Por në anën tjetër viti 2014 ka qenë i karakterizuar me një ngërsh politik, pra me mos pasje të institucioneve publike për 6 muaj rresht, me organizim të zgjedhjeve para saj, që do të thotë se kemi pothuajse një vit të tërë në mungesë të institucioneve, dhe rrjedhimisht kjo mungesë e institucioneve është reflektuar edhe në projektet madhore kapitale të vendit, në sigurinë e investimeve, në mbarvajtjen e sistemit të prokurimit publik, duke dhënë kështu një rezultat pra jo të kënaqshëm të rritjes ekonomike në Kosovë, që rrumbullakohet në 2.5%. Por nuk është një vit që du të marrë shembull, përkundrazi është një vit që do të na kushtoj. Meqense se viti i ardhshëm 2015 do duhet shfrytzuar për të rikuperuar gjendjen e humbur në këtë vit. Gjithmonë pra për shkak të një situate të rënduar ekonomike dhe për shkak të një stabiliteti politik. Ka qenë pra një vit i rëndë për Kosovën. Vitin 2014 kemi shpallur si një vit të dështuar ekonomikisht dhe si pasojë një dështimi të tillë po ishin edhe procese dhe trazirat sociale që janë duke përcjell Kosovën. Një vit i cili ka qenë i përplot me agjendë politike, një vit i cili ka qenë i dominuar me çdo gjë tjetër përveç me ekonomi, dhe e tëra kjo vërtet Kosovën e ka identifikuar në fusha të shumta me një regres më tepër se sa me një progres. Shiqoni investimet e huaja direkte, shiqoni investimet kapitale, shiqoni remitancat, shiqoni bilancën e pagesave, dhe e tëra kjo dëshmon që Kosova me tutje është shumë tepër duke eksportuar para të gatshme, është shndruar në një shoqëri të varur nga importi dhe është shoqëruar në një shoqëri e cila vetëm shpenzon dhe shumë pak gjeneron nga prodhimi dhe nga efekte tjera pozitive. Prandaj po e shohim që është momenti kur duhet vërtet ekonomisht i kthehemi bashkarisht, sidomos është problematike edhe fakti tjetër që gjitha këto probleme të këtij ngërçi politik të krijuara në vitin 2014 do të reflektojnë më tepër negativisht në 6 muajt e parë të vitit 2015 dhe besoj që viti 2015 do të jetë një ndër vitet më sfiduese. Nëse krahasohet për shembull viti 2008, 9, 10, 11, 12 dhe viti 2013 me vitin 2014, atë definitivisht viti 2014 ka qenë viti i dështimeve më të mëdha ekonomike, jo vetëm në procesin e privatizimit, jo vetëm në procesin e projekteve kapitale, por edhe në shumë segmente tjera ka qenë një vit i cili kisha pas dëshirë të harrohet sa më shpejt është e mundur. Që ky është një vit i humbur, një vit i dështuar në aspektin ekonomik. Nisemi ndoshta prej normës parashikuar të rritjes ekonomike, e cila diku ka gjysmën e vitit është rishikuar nga vetë ana e institucioneve, dhe tash sipas raporteve zyrtare po e shohim që as norma e rishikuar e përgjysmuar pothuajse gjatë mesit vitit nuk do të realizohet deri në fund gjatë këtyre pak ditëve të fundit të vitit 2014. Është fatkeqësi me qenë se realisht në gjitha prononcimet tona më hershme gjatë fillimit këtij viti dhe fundit vitit kaluar kemi pritur se viti 2014 do të jetë viti i fokusit të zhvillimit ekonomik, fuqizimit më tem sektorit privat, tërheqjes investimeve të huaja, asnjëra prej tyre nuk ka ndodhur, ndoshta përveç projektit fillimit projektit të ndërtimit të autostradës në drejtim të Shkupit, i cili financohet me mjetet buxhetit vendit, nuk ka pas as edhe një investim tjetër serioz i cili do të mund të përmendej,